Policia e Tiranës ka vënë sot në pranga një nga të arratisurit shqiptar të burgut të Trikalas në Greqi, 27 vjeçar Nilir Kupa. Ai u kap sot në mëngjes në kryeqytet, ndërsa dyshohet të jetë dhe një prej babagjyshve grabitës në qendrën tregtare në dhjetor të vitit që lan pas. Ilir Kupa së bashku me 7 shqiptar të tjerë arriti të arratisej më 22 mars 2013 nga burgu i Trikalas në Greqi. Gjatë arratisës së tij, ai ishte në shoqërinë e të arratisurit tjetër Marian Kola deri të dielën e 21 korrikut, ku Marian u vran në përleshje me policinë pranë fshatit Vrosina, ndërsa Kupa arriti të largohej. Policia greke dyshonte se Kupa ishte i armatosur dhe vazhdoi ndjekjen e tij deri në 6 gusht, kur njoftoi se 27 vjeçari mund të ketë kaluar kufirin dhe të ketë hyrë në Shqipëri. Sa kaq arrestimi i Kupës është konfirmuar edhe nga policia greke, duke bërë të ditur se kapja e tij ishte rezultat i bashkëpunimit mes dy policive. Sipas policisë së shtetit fqinj, kanë nisur procedurat e ekstradimit të arratisurit Ilir Kupa në Greqi. Me arrestimin e sotëm, i jepet fund arratisë gati 1 vjeçare të 27 vjeçarit, ndërkohë që nga 8 shqiptarët që arritën të arratisen nga burgu i Trikalas, Ermalita u arrestuan në muajin maj pas grabitjes në supermarket në Peristeri. Admir Murate dhe Klement Çala, që dyshohet se grabitën 1 milion euro në bankën e Larisas, mendohet se janë larguar nga Greqia. Fatos Sulaj thuhet se ka mundur të shkojë në Kosovë. Ermir Sinani dhe Flamur Sinani u vranë në përleshje me policinë në Koniska, ndërsa Marian Kola u vran nga të shtënat e policëve pranë fshatit Froseni të Sulit.